Këshilli i Qarkut Vlorë miraton me konsensus 13 projekt vendime në mbledhjen e radhës. Këshilli i Qarkut Vlorë zhvilloi këtë tajinte mbledhjen e radhës ku shqyrtuan dhe miratuan plot 13 projekt vendime të rëndësishme për Qarkun. Ndër pikat kryesore të rendit ditës ishte përfundimi i mandatit të 2 këshilltarëve dhe miratimi i dhënies së mandatit për 2 këshilltarë të rinj, po nga Saranda. Gjithashtu, një nga vendimet me rëndësi strategjike ishte miratimi përfundimtar i programit buxhetor afat mesëm 2025-2027. Përfaqëson një nga dokumentet kyç për planifikimin financiar të Qarkut në vitet në vijim. Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, zoti Ervis Moçka, theksoi rëndësinë në mbledhjes dhe thelbësinë e projekt vendimeve që u diskutuan, duke vlerësuar angazhimin dhe bashkëpunimin e gjithë anëtarëve të Këshillit. Të nderuar këshilltarë, faleminderit për prezencën sot. Çelim mbledhjen e radhës së Këshillit të Qarkut, mbledhjen e shtatorit, ku një nga pikat e rëndësishme dhe detyrim ligjor është projekt buxheti afatmesëm përfundimtar. Ndërkohë është një mbledhje e cila do të ketë disa pika në rendite, më shumë se normalisht. Përveç projekt buxhetit, do të fillojmë me 2-3 pika të para për mbarim mandati të 2 këshilltarëve në Sarandë dhe dhënien e mandatit 2 zvendësuesve. Normalisht kanë marrë detyra tjera shtetërore që nuk i lejon të ushtrojnë në funksionin e këshilltarit. Do të vazhdojmë me miratimin përfundimtar për buxhetit të afatmesëm. Pastaj është projekt vendimi janë 2 projekt vendime rresh për 2 projekte ku Këshilli i Qarkut ka aplikuar dhe i ka fituar projekte nga fondet e BE-s. Dhe për të duhet miratimi përfundimtar i Këshillit të Qarkut, normalisht do sqarojmë kur të vinë te pika e rendit ditës, për miratimin e një aktiviteti, i cili do të zvendësojë një aktivitet i cili nuk u realizohet dot në tetor, pra nuk do të ketë ndryshime financiare. Për dhënien e pensionit posaçëm shtetëror të zotit Kristo Çipa, besoj Kriston e njihni të gjithë, por megjithatë kur të relatohet ka dhe CV bashkëlidhur për cilin mund të flasim, dhe të jepni dhe ju vlerësimet tuaja nëse e mendoni, dhe kemi 2 projekt vendime që janë detyrim ligjor për miratimin e planeve të integruar të mbledhjeve. I ka sjellë Bashkia Selenis dhe i marr, pasi miratohen në këshillat përkatës, këto duhet të kalojnë marrin ligjshmërinë prefekturë, që ty në fuqi duhet marrin miratimin e Këshillit të Qarkut ku bëjnë pjesë bashkit. Gjatë mbledhjes pati gjithashtu diskutime nga këshilltarët, përfshirë edhe 2 anëtarë të rinj që morën mandatin pas përfundimit të mandatit të paraardhësve të tyre nga Saranda. Këshilltare e Partisë Socialiste në Bashkinë Sarandë për të tretën legjislaturë është me si e veçantë janë projekt parantare e Këshillit të Qarkut. Besoj që do të jenë këtu një këshilltare dinjitoze për forcën politike që përfaqësoj, për vetë eksperiencën që mbarë brenda kësaj detyre të marrë dhe do të jenë pjesë aktive në gjithë vetimarrjet e Këshillit. Jam projekt të parë anëtar i Këshillit të Qarkut për të kam qenë praktikisht në legjislaturën e mëparshme, në profesionin jam inxhinier ndërtimi, knajësi që përfaqësoj Bashkinë e Sarandës në këtë këshill dhe të gjithë bashkë besoj se do të jemi në një komunikim të drejtë për drejtë të mirë për mbarvajtjen e gjitha punëve të Qarkut. Kemi pas një aktivitet tjetër që kemi miratuar në mbledhjet e kaluara të Këshillit të Qarkut, i cili ka qenë Corridor Wave, për shumë arsye ai aktivitet nuk mund të realizohet. Ne menduam që të zvendësojmë atë aktivitet me një aktivitet tjetër i cili ishte më shumë premtues dhe më shumë interesant për Qarkun tonë. Atëherë, përgjithsisht Qarku i Vlorës është njohur më tepër si një destinacion detar, duke mos e shfrytëzuar potencialin e madh kulturor dhe natyror që ky rajon ofron. Sot para jush për prezantuar planin që ne kemi miratuar për menaxhimin e mbledhjeve të ngurta në Bashkinë e Marrës. Tashmë çdo vit çështja e mbledhjeve është sfidë. Sfidë për gjitha bashkitë, po me të drejtën për pjesën turistike, veçanërisht Qarku ton akoma më e madhe. Rritja e fluksit të turistëve ka çuar në domosdoshmëri updatimin e këtij plani. Ne kemi pasur një plan, kemi një bashkëpunim aktualisht me Lajfindin e Bajkajt, kemi një stacion transferimi provizor, pra kemi disa hapa paraprak pozitiv të situatës, por ky fluks i shtuar i turistëve dhe kjo situatë me cilën ne përballemi çdo sezon e bën të domosdoshme bërjen e një plani të ri për menaxhimin e mbledhjeve të integruara. Në përfundim të 13 pikat e renditës u miratuan me konsensus nga gjithë anëtarët e Këshillit.